Ky rasti i Sikiraqës, ky është rasti më i mram që ju përmendni unë, po ka dhe që ka raste shumë më eklatante. Ju përmendni radhazi. Në gjykatë dhe në këtë prokurori, ka qenë dëshmitar njerëz të cilët janë të kërkuar zyrtarisht nga Interpoli. Dhe ata janë Muharrem Ibra për shembull. Është Miomiri. E sa duhet merren parasysh persona të tillë? Një ta shpjegoj, prandaj po të them, ky është Imrami. Është Miomiri që i quajtun kanë kënej Moma, Mom Biteshe, vrasë eklatant e kriminal polic që ka qenë dhe është në listën e Interpolit ndërkombëtar. Dhe a di çka? Atje thuhet që vendi nuk e dihet, Interpoli thotë nuk i din vendat ku janë, ndërsa dytë këta sillen si dëshmitar në Hag. Kjo është ajo që është edhe ma eklatante dhe që nuk mundet më marrë më mand. Ndërkohë ku Interpoli, njësi evropiane po dihet që ly vendin e tij dhe thotë nuk përgjojnë prandaj që arrestojnë, ndërkohë kjo prokurori e merr e bjen aty në gjykatë dhe prap Interpoli s'po din vendin ku është. Sikiraqja është Imrami. Sikiraqja është Imrami dhe me që është Imram dhe u bë si viktim, po ky kur gjë tjetër, po çka ka pas ndryshe me propozu ky por si serb. Sepse aty janë vetëm serbët dhe viktimat që vinë të çojnë disa. Se ka edhe serbë cilët ja kanë dhënë hakin në sheket dhe kanë thonë që falë ty në dje me këtu, nështë atë mi aty në janë gjallë.